A ka vajza që të kërkojnë që t'ju mësosh disa teknika mundjeje, që mbase mund t'ju duhen për jetën e përditshme për vetë mbrojtje? Po, patjetër, ka pasur vajza, do me thënë, shikoj që tek vajzat është dëshira në fakt. Në vetë kanë dëshirë që të mësojnë të gjitha këto edhe sportet dhe që kanë të bëjnë me arte marciale. Më shumë mundja fokusohet te teknikat dhe aftësitë fizike, gjithashtu, si që thash, edhe mendore, sepse në mundje, do me thënë, duhet mendosh shumë shpejt, nuk e ko për një mendim të dy, do me thënë, duhet bësh mendimin e parë që të vjen, por që në përgjithësi vajzat kanë dëshirë që të mësojnë dhe më thonë shpesh, do me thënë që a mund të mësosh televizje, këtë televizje, sidomos kur janë me partnerin e tyre dhe ma thonë në sy të tyre sa për pak presion.